lokale edhe është kryeministër, ky s'është figurë politike, farë sakrilegji pas ka bo. Që kom thumë, Jo drejtohet që se tha ati, po pa kampanjë thotë dyqysh si diçka që s'bohet mentor, apo ti që? Jo, thash për që ata të e bohën, se ajo të e bohën. Po bim mirë, ato e bohën edhe na që Gjithë s'ka bohet, po cilë është efekt edhe s'ka bohet. Mirë me dhonë analizën. Është mirë është keq. Ganimet e Musliu ka kthyer përgjigje ndaj zotit Kurti, zona Pranver, nuk e di nëse e keni parë ju, po nëse ju nuk e keni parë, ne nxjerrim transmetim e shihni. Thot Albin Kurti ka humbur topi fare. Thot narracioni ofendues dhe përçarës do t'i kthehet bumerang. Nëse dikujt i përshtat më së miri termin nomad, atëherë ky person është vetë Albin Kurti, të cilin me Kosovën nuk e lidh as e kaluara, prejardhja e tij as e ardhmja, sepse ai fëmijën e vet nuk e rrit në Kosovë. Pra Albini është nomad i vërtet pa asnjë emocion për dheun e quajtur Republika e Kosovës. A s'është pak e ashpër zonja Musliu në raport me zotin Kurti, zonja Pranver? Po kur përdor, domethënë asi fjalësh edhe ju drejtohesh që janë nomad, atëherë natyrisht kushtrim se çdo herë kime pas reagime të ndryshme. Edhe pak a shumë nuk ja kanë gjitë diçka që nuk është e vërtet, se me të vërtet nuk i rrit fëmijën e vet këtu, edhe kur diçka ti thu që dush me dash venin tënd, duajet tëndën, e dim para disa viteve, kam pas një kampanjë shumë të madhe, atëherë mas pari ti dush me qenë shembulli më i mirë. Kështu që prej zotit Kurti nga pak ngec në këtë aspekt, pa marrë parasysh se është shumë i lexueshëm, shumë eloquent, përdor fjalor gjan, përdor shprehje të mirë dhe njerëz të dojnë për ato. Nuk ka kur gjatë keq. Ju baj po Allah Nuk mendojmë që nuk e kuptojmë blerim, po kush ka thonë që ka lexuar Albini shumë? Po ndëgjam, spakti njerëzve ju ai krejt ja ka huq krejt citatet i ka tushta. Në mund veç manipulon, edhe aso i thojnë merret me teori dhe filozofi spekulative. Unë mendoj që deri dikun, domethënë ka një fjalor gjan, shprehet mirë, pa marrë parasysh, por me i ofendu njerëz, domethënë nuk po e harron atë zanatin ato se çka e ka. Nuk po e lidh afërsia me asnjë parti, pa marrë parasysh kur jeni në kuvend krijon edhe miqësi, kolegialitet me ata njerëz të cilët punon. E me i qujt nomad, me njerës pastaj e me ju kërku favore, me ja votu kandidatin, me dosh me bo koalicione, atëherë me të vërtet është një hipokrizi e madhe. Mos i quj, mos e thuj, je shembull, je kryeministër që është disa vite, që 5 vite e ki këtë pozicion. Më herët the, a duhen me bo sfilada apo ju, për shembull njerëz që janë? Jo, po i kthehem vetëm një fjale, po e marrë Bundeskancelaren Gjermane, që ka qenë me vitet tona Merkel. Edhe një herë pyesin toj... Ka tu kona jo? Se në Berlin nuk kona, po në Berlin. A so kone Berlin, ta po? Ajo ka dhonë shembull, kur e kam pyet pse vesh 2 herë të njëjtin sen, me një ballo ka thonë unë nuk jam fotomodele as manekene me ndru senet. Kështu që na, nëse ju maj, nëse po s'po i kthehemi te rrobave zonja. Jo, po i kthehemi edhe se s'po i kthehemi se s'është me rëndësi kjo. Ideja është me rëndësi gjua. Është me rëndësi për arsye se në Gjermani nuk idhen shtete tjera mu ofendu deri në palc, edhe masanena me thonë hajde bojna koalicion. Nomadët duke diskutuar, jo rrobat, se rrobat e krytën. Nuk është puna vishte rrobat, unë po ta marr si shembull kancelaren gjermane, jo vetëm për këtë, po edhe për gjana tjera, se nuk ka, as zoti Merç nuk i ofendon oponente vet politik. As me fjalën nomad, as me fjalën hajvan. Kushtrim. Kthyrja e përgjigjes që i thonë jo se rriti fëmijë këtu, vjen ti nga mali zi, jo vjen nga ajo, nga kjo. As është pak për te, as është kjo një lloj racizmi ndaj Kurtit? Po, është i pari e ke provoku, pse po i provokoj? Me i qujtë më nomad. Po pse me i qujtë të blerim nomad? Qëre, për që ka racizm Kosovë, Pranver ka, edhe kjo jo vish pi Kurtit, që ja ka njës dhe Kursit, do më dhënë Kursit tash, si ish kryeministri i Austrisë. Po ja ka njës edhe prej në gjatë docit, se so kondiktuit, edhe ndaj kushtrim Sadikut, pse so është dyqysh i Kosovës, diplomatiu. Kalun vite të kushtrim, ja majtëm në gjatë Edhe ndaj Harullah
Qekut që s'është i Prishtinës me i Zoti Prishtinës. Çakiku, Ka rasizëm edhe mirë bele. Prandaj pyta o kon Angela Merkel e Berlinit edhe ka Apo posas e Hanoverit. apo Hanoverit edhe ka pos si rasizmi latent.